jeni para një sprove të mëdha, po aq sa ishëm në vitet e 90-ta. Andaj, sot është këtu vetëvendosja me kërkesën dhe programin e saj për të kërkuar që vetë ju të vendosni, vetë ju të votoni për veten tuaj, të votoni për vendosjen, të votoni numrin 40. Sikur populli i Kosovës ju dha shumë për luftën slirimtare. Dhe ashtu sikur populli i Kosovës ju u lat në hares nga institucionet e Kosovës. Ju jeni komuna më e varfër në Kosovë, ndërkohë që nga komuna e juaj vjen një ndër politikanët më të pasur të Kosovës. Ne do ta ndihmojmë bujqësinë për shkak se do ta ndihmojmë bujkun me para për prodhim dhe do ta ndihmojmë bujkun me sigurimin e tregut për prodhimet e tij. Tregu i Kosovës do të jetë treg i prodhimeve shqiptare, për shkak se tregu i Kosovës do të jetë pjesë e tregut unik shqiptar. Ask me is, what will America think if Vendosa were to win? Do tjerë po pyesin, çka kish me thënë Amerika nëse vetvendosja I fiton zgjedhjet? Let me tell you, if people like yourselves and the majority of the people of this country go to the polls on December 12th and vote for Vendosa in the numbers I think they're going to, the United States will welcome this expression of a democratic, clean, transparent election. Po ju thom një gjatë që nëse ju, sa jeni këtu, edhe njerëzit të tjerë, dalin edhe votojnë atë që e mendojnë edhe votojnë për vetvendosjen, atëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta nderojnë këtë vullnet të popullit të Kosovës të shprehur në mënyrë demokratike. Me 12 dhjetor, qytetarët e Kosovës nuk do t'i votojnë njerëz të regjimit që shoqërohen me tregtarët që sjellin mallrat të Serbisë në Kosovë, por do t'i votojnë njerëzit e vetvendosjes që do t'i ndihmojnë prodhuesit vendor dhe do t'i bllokojnë mallrat e Serbisë në kufi. Me 12 dhjetor, qytetarët e Kosovës nuk do të votojnë për politikanët që votat I shkëmbejnë me asfalt, por do të votojnë për politikanët që asfaltit ja shtojnë fabrikat. Lëvizja vetvendosje është e vendosur ta çojë projektin shqiptar deri në fundin e saj, deri në krijimin e bashkimit të shqiptarëve në një shtet përbashkët. Mësuese jam me vite, kam përcjellur shumë gjenerata dhe kur nuk kam menduar se do të kandidohem për funksione politike. Thirrja e vetvendosjes ma ndryshoi mendjen. Për të ndryshuar gjendjen e katandisur të Kosovës, ku nuk kam dinjitet edhe si shqiptare, edhe si mësuese, si gjakovare dhe si grua. Jo bashkuar para shumë vite lëvizjes vetvendosje, që të bashkuar ta çojnë përpara e të përmbushin amanetin e djemve dhe vajzave tona, të cilën nuk jetojnë më. Ndërsa sot, falë një sistemi shëndetësor plotësisht të shkatruar, pacientët tonë, qytetarët tonë, po ikin për nesh, po bredhin në shtetit fqinje kryesisht slavfolse dhe përsëri duhet të flasin në gjuhë të huaj.
Kjo për mua, si mjeke, si profesioniste, është një disfat e madhe. Dhe ne, si vetëvendosje, jemi të angazhuar që të ndërojmë këte. Qytetarë të Gjakovës e të Kosovës, me datën 12 dhjetor, votoni për një gjuhë, votoni për një flamur, votoni për një këmbë, votoni për një shtetë, votoni vetëvendosjen numrin 40. Kush e ka programin më të mirë politik në Kosovë? Kush i ka miq më të mirë ndërkombëtar në Kosovë? Walker. Kush e ka liderin më të mirë politik? Albin Kurti. Kush i ka antar dhe simpatizant më të mirë në Kosovë dhe në Shqiptari? Vetëvendosja. Kush do të fiton zgjedhjet e 12 dhjetorit? Nuk jeni edha, kush? Dhe ata e kanë bërë këtë pikrish për të ruajtur këtë gjendje, në të cilën politikanët pasurohen duke varfruar Kosovën. Gjipat e blinduar, kërprojat, do t'i kenë prokurorët e gjykatësit. Gjipat e blinduar, do t'i ketë policia, do t'i kenë policët e jo politikanët, jo deputetët, jo ministrat, jo kryeministri, jo presidenti, sepse ta duhet ta duan popullin, jo populli duhet